A keni qa ma shumë prej gëzimit, apo prej edhnimit? Apo ma lënë mu që t'pjesë. Atë për tregu para luftës, a? Po diçka ndodhë të shtotë. Kene të regon mas mirë të historie. Në shtatën e shumë, në shta moshe, ajo pjesa që hala treja, s'kishë mundësi fort me i kontrolu emocionet. Unë jam natyrë shumë emotive. Let kaj, let keshi, let të tënat, dhe në thonë. Edhe i shumë në lojë në Prizrenin akon, jashtë është majtë. Te Ortakoju kona ajo lojgja, që aty e kemi pas ljotë, dhe në thonë, vlojke prej publikut. Më thonë edhe aty publike, edhe prej banesave. Edhe prej banesave pikrejt. Kemi hupë. Ngosht kena hupë, po. Shumë ngosht, po tash prej rruga, prej atyshit, deri të zhveshtore që i qujmë na, unë e deti të kajtë. Aje, kaj. Këto tash asë nuk uzëshin këto tjera të kërkush me kajtë, se bol kajsha unë për krejt. Edhe një ish bashkëlejtare jonë ajo, pak ma në mosh, pak ma e, në thonë, ma e regjon prej jetës, ish arë ma bëjke, që a kje i budalitë? Pa jenë veti. Jo, ta kam shurë. Edhe ma më shekë. A ka dek dikush? A ka dek dikush a qka? Qa ki kështu? Unë e tash, me ta një moment, po, dhe më thonë, unë e maj rekordin për të kajton. Kështu që unë jam ajo që... Elvira është në përgjithsi është natyrë kështu me përmbajtun. Ka i natin matë madhë, për këta sinqerisht e kom, po e ka i natin sportiv. Normal. Jo i natë tjetër, po është me përmbajtur. Në raport me mu, unë jam ndryshe. Unë jam deti. Deti, tash. Oke, faleminderit, Vlora. Faleminderit për rrethimin. A keni ndonjë shoqe në ekip që nëse nuk do t'ishte bashkëlojtare, si kishit folë kur në jetën reale? Po. Unë po. Po, ue. Po shpejtë, tha. Po se është... Ta është pytë kush është. Për që ata në dohë pak. S'paj shumë politik. Ja, unë po thëmë për shkak se është basketboli që t'lidhë me to. Edhe ti nështë nuk i kishim pas as hobit e njëjt, as interesat, as pasionin e njëjt, nëse nuk i shkon basketboli, po flasë për disa prej tyne. Jo me këto me cilat tashe 20 e sa vjetë kemi miqësi, po. Po, ka, prej para luftës, nuk i njohëm, ka disa lojtare që... Më thënë, ka plot që... Nuk i njohëm. Lun teknikisht, profesionalisht, e bën punën tënde, por nuk shoqërohesh. A shoqëroheni gjithsesi apo jo? Jo, domosdoshmërisht. Ta shkeq është me thonë që ka grupe, po faktikisht kemi qenë unë, Vlora dhe Dorentina, kjo treshja, Dorentina Vunici që kemi ndajt ma shumë, tani kanë qenë 2-3 të tjera, po më fush normalisht që so vrejt ajo, po kështu shoqni kemi pas në të tria. Mas pari unë e Vlora, tani unë e Vlora Dorentina, tani kanë qenë Teuta, Djelzat e të tjera, kështu që